120 raste të reja me kancer gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025 në Spitalin Rajonal të Fierit. Mjekja onkologe Anisa Mone thot se janë prekur kryesisht moshat e treta, ndërsa vjet re edhe një rritje e numrit të prekurve tek grup moshat e reja. Fatkeqësisht vjet re një rritje e numrit të rasteve të pacientëve të diagnostikuara me sëmundje malinje në qytetin e Fierit. Aktualisht për vitin 2025 për këto 3 muaj janë diagnostikuar afërsisht 120 pacientë. Pjesa më e madhe e cilëve janë moshat e treta, që ndiqen me trajtim paliativ për dhimbjen apo angesat që ato kanë. Vjet re një rritje e numrit të rasteve dhe tek moshat e reja, dhe kjo ngre theksin dhe rëndësinë e kryerjes së testeve depistuese, jo vetëm të ekzaminimeve atëherë kur kanë ankesa, por dhe kur janë asimptomatik. Është ulur pragu i kryerjes së testeve depistuese. Mamografia bëhet nga të gjitha gratë nga 40 vjeç e sipër, ndërsa kolonoskopia tek të gjithë meshkujt dhe femrat mbi 45 vjeç. Shkaqet kryesore të shkaktimit të sëmundjeve malinje, përveç faktorit gjenetik, rëndësia kryesore është stili jetesës, jeta sedentare, keq ushqyerja, si dhe veset, duhanpirja, alkooli. Faktorë të tjerë mund të përmendin lindje në mosha të madhe, mos ushqyerjen e fëmijëve me gji dhe shkaqe të tjera. Gjatë këtij 3 mujorit të parë të vitit, vjet re gjithashtu një rritje e numrit të femrave të prekura me kancer gjiri dhe kolorektal. Ndaj Mone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të kapet në fazë të hershme. Vjet re një rritje e numrit të rasteve tek femrat të diagnostikuara me kancer gjiri dhe me kancer kolorektal, ndërsa tek meshkujt diagnozat kryesore janë kanceri i pulmonit, kanceri kolorektal dhe kanceri i prostatës. Mjekja onkologe ka pohuar gjithashtu se në Spitalin Rajonal të Fierit pacientët trajtohen me kimioterapi dhe mungesë barnash nuk ka patur asnjëherë, ndërsa ka theksuar faktin se fal terapive, një pjesë e mirë e të prekurve të diagnostikuar në fazë të hershme, jo vetëm që janë përmirësuar, por edhe janë shëruar plotësisht. Aktualisht në spitalin tonë dhe në të gjitha qytetet e tjera trajtojnë të gjitha diagnozat kryesore me kimioterapi dhe terapi të targetuar. Aktualisht nuk kemi mungesa në medikamente, ndërsa në spitalin onkologjik QSUT bëhet trajtimi të gjitha diagnozave sipas protokolleve ndërkombëtare dhe numri i medikamenteve, terapive të targetuara dhe imunoterapive është rritur ndjeshëm. Testet depistuese duhet të bëhen nga të gjithë, sipas grup moshave, riskut individual apo dhe faktorëve gjenetik që secili nga ne dhe predispozitës familjare që ka. Kryet testeve depistuese, kryerja e mamografisë, kolonoskopisë, pap testit apo dhe ekzaminimeve imazherike për të zbuluar kancerin e pulmonit në pacient që kanë risk apo familjar të prekur faktor gjenetik. Përballë kësaj situate, mjekja Mone ka apeluar për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të mos diagnostikohet në stade të avancuara.